Është vërtet që partneriteti mes institucionit të Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar është një rëndësi të pakontestuar, është një qasje e cila ka multidimenzionalitet në veti, nuk është vetëm e rëndësisë ekonomike, po dhe integruese dhe gjeostrategjike, po mbi të gjitha është një partneritet që udhëzon drejt ardhmërisë. Nuk duhet të pritet befasi pas vizitave të tilla të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe këto të gjetura edhe raporti i tyre nuk duhet na habit, por besoj të gjitha ato të gjetura që nuk janë në linjë me vizionin ekonomik të Kosovës duhet të analizohen me gjaktësi, me profesionalizëm dhe ato të korrigjohen dhe të përmirësohen në të ardhmen. Zakonisht në të kaluarën kemi pas raporte idilike nga Fondi Monetar Ndërkombëtar ku është përshku Kosova në dimenzionin pozitiv, falë faktit që kemi stabilitet bankar, kemi stabilitet makrofiskal, mi po kësaj here besoj kanë qenë disa rekomandime të cilat janë përputh me të gjitha ato që kanë thënë ekspertë i fushave në Kosovë, që nuk janë të politizuar, po i kanë mbështetur rekomandimet e veta në fakte dhe argumente. Është fakt që nuk mund të mohohet rritja e ulët ekonomike në Kosovë e paraparë për vitin 2025. Është e vërtetë që kemi mungesë të investimeve kapitale, është e vërtetë që inflacioni ka bërë të veten, është një rritje kredive dhe e kamatave që në rrethana të tilla shqetësuese nga fakti që më tepër se 60% e GDP-së do të vlera e kredive në Kosovë, ka shumë të meta dhe rekomandime të cilat vërtet duhet të analizohen dhe kur saj shtohet edhe fakti që kemi një rritje të importit në mënyrë rekorde afër 7 miliardë euro në vitin 2025 dhe në të njëjtën kohë dogana e Kosovës krenohet që ka grumbullu afër 2 miliardë euro të hyra nga doganat, është një e vërtet që dëshmon fakti që çdo vit apo në vitin 2025 nga qarkullimi në Kosovë janë të rjek afër 9 miliardë euro dhe një ekonomi e vogël çfarë është Kosova të tërhiqen nga qarkullimi 9 miliardë euro për import, vërtet është një vobekësi e cila duhet të na preokupoj. Kemi ngelje vërtet të madhe sa i përket investime kapitale, qoftë në infrastrukturë, qoftë në hekurudha, por edhe në projekte tjera. Por të gjitha këto duhet të analizohen dhe vërtet duhet të hapet një frymë e re e partneritetit me sektorin privat, duhet ky raport të depolitizohet, sepse nëse vazhdohet kjo ngulfatje dhe kjo mungesë e projekteve kapitale në veçanti ndonjë projekt të madh strategjik, atëherë nuk duhet të na habit fakti që drejtimi kryesor i sektorit privat, jo në bankat komerciale, janë kredit me kamata të larta, është roli i institucioneve mikrofinanciare të cilin Fondi Monetar Ndërkombëtar alarmon dhe duhet ketë rishikim dhe po shohim që çdo ditë kemi dukuri të rritjes së numrit të fajdeve, sepse nëse në biznes nuk mund të bësh me të mirë dhe nuk guxon të bësh me të keq, atë duhet të bësh si të bëhet. Dhe në këtë drejtim po shohim që këto dukuri kanë marrë përmasa të shumta. Prandaj duhet disiplinë financiare, duhet dialog dhe jo gjithmonë të jetë ndarja e subvencioneve dhe transfereve prioritet, sepse barazia në varfëri e një shteti është rreziku më i madh që ka Nostatina. Prandaj besoj që këto rekomandime duhet të analizohen me profesionalizëm dhe vitin tjetër Fondi Monetar Ndërkombëtar të mos i gjejë të njëjtat. Po fakti që ka simptome që do të jemi prapë në zgjedhje në këtë vit, besoj që edhe këto rekomandime do të hasin në vesh të short dhe do të vazhdohet me avazin e vjetër për të bërë ekonomi bazuar në vullnetin e politikës dhe jo të ekspertizës të sektorit privat.